Mirëmbrëma të nderuar shikues të programit 21 Prime, ja ku po takohemi sërish edhe këtë të premte. E përmbushur shumë me të ftuarën dhe e lumtur që ajo ndahu kohë që të vi në këtë program të sotëm. Ajo është diplomuar në regji teatri, pedagoge në Akademinë e Arteve, e zëshme gjithmonë kur flitet për një shoqëri më të mirë. E këtë herë guximshme për të kaluar në botën e egër politike si kandidate për deputete në listë të hapur. Pse do thoni ju? E po, ndryshimet fillojnë nga politika, por ama nga politikat e shëndosha. Prandaj ajo është këtu. Me ne zonja Taulanda Jupi. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirëmbrëma Sara, dhe të falenderoj për ftesën edhe për komunikimin e këndshëm që kemi patur gjatë kësaj periudhe derisa e finalizuam në këtë intervistë. Privilegj për ne që jesonte këtu. Zonja Taulanda, përpara se të flasim për gjithë këtë periudhë të ngarkuar që keni pasur, do doja të kthehemi në një retrospektiv, sepse kështu kam shumë dëshirë të startoj programet. Ju jeni pedagoge e arteve, regjisore, aktore, kështu që jeni e futur në botën e bukur artistike, edhe pse ndonë se tani me një kthes pak të ashpër. Thoni pak si ka qenë ajo periudha e përzgjedhjes së profesionit, kur ju e ndjet që duhet bëjeni pjesë e botës artistike? Në fakt është një zgjedhje që ka ardhur natyrshëm edhe për shkak të karakterit edhe të natyrës sime. Një moment të vitit të fundit të shkollës mesme bëhej le të themi një kompeticion midis shkollave të mesme në qytetin e Tiranës dhe padyshim po të ketë një garë. Unë nuk e di pse karakteri im është që garat duhet të jem unë aty patjetër dhe ftoi një të afërmin tim që qëllonte të ishte daja im në atë kohë që studionte po në të njëjtën deg dhe i them Mikel, unë kam nevojë që ti të më sugjerosh një poezi, një poemë dhe ta punojmë së bashku, sepse unë dua të shkoj në këtë konkurs me shkollave të mesme dhe ta fitoj këtë garë. Dhe se duket ai dalloi aty atë shkëndijën që do të më bënte mua më vonë një njerëz të vlefshëm, jo vetëm në fushën e aktrimit edhe të regjisë, por sidomos si e sollën zhvillimet më tej edhe të jetës të botës akademike për ta dhënë e për ta mësuar artin te gjeneratat të tëra artistësh. Ka qenë një zgjedhje e pritur nga prindërit e juaj kur zgjodhet? Kjo është pyetje shumë e bukur në fakt. Gjatë shkollës mesme kam qenë nxënëse shumë e mirë me mesatarë shumë të lartë, se duket sikur në arte studiojnë ata që nuk kanë shumë mesatarë. Në fakt babai mendonte që unë duhet kisha vazhduar mjeksi dhe kur e mori vesh që unë kisha fituar konkursin për të vjuar studimet në Universitetin e Arteve, nuk e komentoj, sigurisht unë të doja të ishe një doktore shumë e mirë se ti ke mundësit shumë të bëhesh, por kjo është zgjedhja jote dhe unë nuk do ta gjykoj fare. Kështu që kaq ka qenë ai moment, po themi, zgjedhja ka qenë e imja dhe besoj nuk kam zgjedhur gabim sepse arti dhe kultura janë fusha që mua më përmbushin, kanë bëjnë shumë me natyrën time, po themi, kreative, me natyrën time që ka shumë dëshirë të komunikoj me njerëzit, me publikun dhe besoj që është bërë zgjedhja e duhur. Besoj që i ke bërë të pendohen shpejt për atë që kanë thënë, dhe ndoshta për mos pajtueshmëri në fillim, sepse prej në fillim të karrierës suaj artistike ju keni shkelur skena të ndryshme të mëdha. Me trupën e shfaqjes së diplomës, mund të them që besoj për çdo artist të ëndër të shkel skena të Parisit, dhe ju e keni pasur këtë fat. Po, në fakt më kujtohet ka qenë një punë shumë e bukur për brezin e rinj të aktorëve dhe regjisorëve që po dilnin nga Universiteti i Arteve menjëherë le të themi pas periudhës së komunizmit. Pra ne kemi qenë brezi i parë. Dhe më kujtohet asaj kohe rreth vitit 95-96, në mos gaboj, ka qenë një tur i rëndësishëm i kësaj shfaqje në një nga teatrot më të njohur në Paris, Teatri i Gjuhëve, dhe ishte edhe sot besoj që duhet jenë të rrallë shqiptarët që e kanë shkelur atë teatr dhe kanë performuar atje. Kështu që po, për shkak edhe të këmbguljes, për shkak të përkushtimit me cilën unë bëj çdo punë që marr, duket sikur që prej fillimit karriera ime u shënua me ngjarje të rëndësishme dhe me ngjarje që e mbajtën fort Taulandën të lidhur me artin edhe me kulturën. Sa bukur. Mirë po, periudha e punësimit si pedagoge e arteve. Besoj ka qenë një moment shumë i pritur për ju, apo jo? Ka qenë pikërisht ky moment që unë kisha lëvizur drejt Gjermanisë me një, le të themi, punë specializim në një teatr në
qytetin e Oldenburgut, një eksperiencë e jashtëzakonshme kur ti puqesh me rrymat e teatrit, me mekanizma se si funksionon teatri, me të gjithë me një mënyrë tjetër të konceptimit të teatrit dhe gjatë kësaj periudhe të këtij specializimi, le të themi në mbyllje të tij, mua më vjen lajmi që ndërkohë që babai më pret kur takohem me të në portin e Durrësit, më thotë duhet shkosh në shkollë, thotë se të kanë kërkuar se më duket të kanë mbajtur pedagoge, se vërizit tuaj ju duket si çudi që unë se dija, se ju jeni një telefon larg, një mesazh larg. Flasim për rreth 30 vite më parë, ku nuk kishte telefona, njerëzit me zor komunikonin, mjetet nuk janë e komunikimit, nuk janë këto që janë sot, kështu që duhej pak kohë sa të merrej vesh ku ishe, ku kishe udhëtuar dhe nuk I merrje vesh lajmet në kohë reale. Kështu që kjo ka qenë një moment shumë I rëndësishëm kur pedagog të mi, siç ishte artisti, pedagogu, miku I ndjer Xhevdet Feri, që ne do duhet ta përmendim si një nga njerëzit që ka shënuar, po themi fillimet e karrierës time së bashku me profesor Milto Kutali, kishin menduar që një nga asistentët e dekanit mund të ishte Taulanda, sepse në atë kohë ai po kandidonte për të bërë deputet dhe I duhej dikush që ta ndihmonte në punët e fakultetit. Kështu që kështu ka qenë ky moment që thash me ngjarje të menjëhershme, të rëndësishme që e afruan më shumë dhe e bën të pandashme Taulantën, jo vetëm me artin edhe me kulturën, me teatrin, por sidomos me atë karrierë të vrullshme që do të vinte më vonë, siç është karriera akademike. Në fakt e përmendë që ka kaluar shumë kohë dhe shumë diferencë madhe prej atëherë dhe sot, por sa ka ndryshuar teatri dhe arti në përgjithësi prej fillimeve juaja e gjërmë tani? Në fakt ke prekur një nga temat, po themi, për cilën unë jam një zë shumë I fortë, sepse unë mendoj që arti dhe kultura meritojnë një vend të rëndësishëm, po themi në atë zinxhirin e madh të jo vetëm në zinxhirin e madh të institucioneve, të fushave, të cilat ndikojnë jetën e një shoqërie. Arti dhe kultura e bën një shoqëri më të butë, e bën një shoqëri më të pranueshme, I bën individët më të hapur dhe më të pranueshëm ndaj njëri tjetrit. Kështu që unë besoj që në 34 vite, veçanërisht në Shqipëri, është më pak më ndryshe në Kosovë dhe në Republikën e Maqedonisë së Veriut, por sidomos në Shqipëri janë konsideruar si dy fusha të cilat gjithmonë kanë qenë në fund, po themi të atij zinxhirit administrativ, gjithmonë kanë merituar më pak, në fakt duhet jetë e kundërta. Arti dhe kultura janë ambasadorët tanë më të mirë. Ne përmes artit dhe kulturës mund të ruajmë identitetin ton kombëtar në një botë globale që zhvillohet edhe ndryshon me një ritëm të jashtëzakonshëm. Vetëm duke ruajtur identitetin ton, vetëm duke ruajtur kulturën, ne mund të vijojmë të mbetemi një faktor, sidomos një faktor vendimtar edhe themeltar në rajonin shqipfolës të Ballkanit Perëndimor. Kështu që unë besoj që veçanërisht teatri nuk është se ka ndonjë ndryshim shumë të madh në mënyrën e të konceptuarit. Ndaj unë gjatë gjithë kësaj kohe, edhe në përfshirjen time politike, jam angazhuar në hartimin e programeve politike të cilat kur të vi koha të implementohen do të sjellin një ndryshim dhe një përmirësim rrënjësor, një riformatim të skenës artit edhe të kulturës, duke filluar nga një ligj I ri për artin edhe për kulturën. Besoj se ka ardhur koha që ne të mendojmë se arti dhe kultura është po aq e rëndësishëm sa shëndetësia, është po aq e rëndësishëm sa mbrojtja, sepse arti dhe kultura është thelbi edhe shpirti I një kombi. Arti dhe kultura shqiptare, a mund themi që është lënë nën hije dhe nuk është punuar sa duhet? Shiko, vetvetiu në 34 vite padyshim që ka lëvizje, ka 34 vite dhe vetë shoqëria lëviz, dhe vetë njerëzit, se njerëzit që janë të atashuar tek arti do punojnë, do krijojnë. Po diskutojmë një gjë tjetër që sa është vizioni politik që këtë energji që sjellin artistët, këtë energji që kërkon shoqëria ta kthej dhe ta rikthej në një industri kreative që funksionon jo vetëm për po themi për Shqipërinë, po të dali të jetë një produkt artistik që të dali në rajon e pse jo edhe në Europë. Pra, ajo që nuk ka ndryshuar është qasja e politikës dhe nuk ka ndryshuar vullneti politik për ta bërë artin edhe kulturën, për ta shndruar në një industri kreative që nuk ka vetëm impakt social, por sidomos ka dhe impakt ekonomik. Kjo është ajo që unë perceptoj që duhet të ndryshoj dhe jam e bindur që do të ndryshoj. Të shpresojmë. Gjithmonë edhe në vepra teatrale nëpërmjet artit ju keni kontribuar për gratë. Duke filluar si në shfaqjet apo në veprat artistike Malkoni, shtëpia e Bernard Albës, nëse nuk gaboj, Jo, nuk për citimin e saktë.
e keni vënë në pa edhe në profesionin tuaj artistik që gratë të jenë qëndra dhe të kenë atë pozitat dhe vendin e merituar? Është e natyrshme kjo gjë, nuk është se më vjen e sforcuar. Po të fillojmë nga shtëpia e Bernarda Albës, në fakt ka qenë një punë shumë e bukur me një grup zonjash edhe zonjushash, aktore të njohura tashmë, dhe ka qenë një punë në cilën kam pranuar një rol jo pak të vështirë me ftesë të regjisorit Kiço Londo. Qëlloj që me atë rol, padyshim ishte një punë shumë e imët, shumë delikate, roli ishte i vështirë, gruaja që luaja ishte rreth 30 vite më madhe se unë, do më duhet të krijoj një karakter me të gjitha detajet, jo vetëm me pjesën analitike, por sidomos me mënyrën, me lojën, me aktrimin, me plastikën, dhe padyshim ka qenë një punë e cila është shpërblyer në vitin 2012 me një nga çmimet më prestigjioze që njihen në Shqipëri, siç është aktoria më e mirë e vitit. Kurse për sa i përket veprës tjetër, Malkoni, ajo ka një histori sa të bukur nga ana artistike, por aq edhe të dhimbshme nga ana njerëzore. Duke u përpjekur të bënim punë kërkimore në Universitetin e Arteve, unë i hyj një bisede dhe disa intervistave me vajza dhe gra të cilat në atë kohë përballeshin me smundjen e rëndë të kancerit të gjirit. Dhe padyshim ka qenë një eksperiencë artistikisht e bukur kur përfundoi, por njerëzisht, nga ana njerëzore, nga ana humane ka qenë shumë e dhimbshme. Le ta them, ndoshta them për të parë, unë kam qarë me ditë të tëra kur e shkruaja. Domethënë, pas intervistave që unë kam marrë, e ndjeva si përgjegjësi dhe si detyrë që të gjitha ato brenga që ato vajza dhe gra më kishin besuar mua, të gjitha ato ndjenja aq të brishta që ndoshta nuk ishin në gjendje ose i mbanin të mbyllura brenda vetes dhe nuk ja u thoshin as të afërmve të tyre, ato vajza dhe gra mi besuan mua dhe mu kthyesin në një rol, si në një mision që verëngave të tyre, fjalëve të tyre, dhimbjes së tyre t'u jepja zë, dhe kështu erdhi dhe u kurorëzua në një monodram, të cilën e titullova Malkoni, me një simbiozë të bukur, po ta zbërthesh emrin Malkoni, aty gjen fjalën mallkim brenda dhe melankoli. Dhe bashkimi i këtyre të dyjave ka bërë që të vi titulli i monodramës Malkoni. Në fakt, është një punë e cila ka inspiruar dhe ka ndërgjegjësuar shumë vajza dhe gra që t'i kushtojnë më shumë vëmendje vetes së tyre, shëndetit të tyre, mirëqenies së tyre, dhe jo vetëm kur është shkruar, po ajo është bërë disa herë edhe së fundin rreth vitit 2021, në mos gaboj, ne kemi bërë një tur me monodramën Malkoni edhe në teatrin e dramës shqipe këtu, por me një veçanti që nuk ishin vetëm aktor, ata që interpretonin, por ishin edhe zëra të fortë të shoqërisë, siç është, siç mund përmend Mikeshën Adelina Marku, Teutën, aktoren e njohur të teatrit, dhe kështu plot miq të tjerë, dhe për te i shkoj në teatrin e Gjakovës, ku u përfshin zëra të tjerë të fuqishëm të shoqërisë, dhe u përmbyll në Universitetin e Arteve me studentët dhe pedagogët të Universitetit të Arteve. Kështu që monodrama Malkoni e ka bërë edhe një tur në rajonin tonë Shqipfolës, sepse unë besoj që përmes artit edhe kulturës, rajoni Shqipfolës faktori shqiptar mund të jetë një faktor më i rëndësishëm në Ballkanin Perëndimor. Patjetër që ta flasim edhe këtë pas pak, por doja të ndalesha te kjo vepër artistike. Ka ngelur kjo një ndër veprat më të veçanta gjatë karrierës suaj artistike? Po, ajo është e veçantë, por mënyrën se si është shkruar. Zhanri i monodramës është një zhanër që në përgjithësi drama shqipe, le ta themi, vuan nga produkti shqiptar. Pra ne nuk kemi shumë dramaturg sot. Unë nuk pretendoj të jem dramaturge, por sigurisht ajo është një punë, është një vepër e shkruar me shumë delikatesë, me një gjuhë shumë të kujdesshme dhe për shkak të temës që përdor, dhe mesazhi që ajo përcjell ka qenë një mesazh që ka prekur shumë jo vetëm gratë dhe vajzat, po sidomos bashkëshortë, njerëz të ndryshëm, miq, dhe të gjithë më pyesin se si ka mundësi që ke arritur të bësh bashkë teatrin me një dukuri ose me një ngjarje kaq të dhimbshme. Dhe unë besoj që pikërisht puna e një artisti kjo është, të ndërgjegjësoj dhe të bësh të arsyetosh edhe të reflektosh përmes artit. Si e definoni dashurinë për artin dhe teatrin? Një dashuri e përjetshme, por ende e përmbushur deri aty ku dua unë.
Ka akoma ëndra për të bërë gjëra në teatr, por është një rrugtim që vitet e fundit është mbivendosur një përgjegjësi e madhe publike, siç është përfshirja në politikë për të bërë, jo për të lënë artin edhe kulturën, por për të bërë më mirë në nivele të tjera atë që unë shpresoj dhe mendoj që duhet përmirësohet për ata që vinë pas nesh. Kur ju do t'jeni në atë vend, do t'jeni në vendin e duhur për ta ngritur kulturën dhe artin shqiptar, për këtë nuk dyshoj fare. Besoj që pas zgjedhjeve të 11 majit, unë shpresoj që t'jetë një realitet tjetër politik në Shqipëri dhe padyshim që si një grua zë fort, le ta themi kështu, dhe si një njeri që karakterizohet nga një vendosmëri e jashtëzakonshme, unë besoj që jo vetëm për artin edhe për kulturën, por çdo punë edhe çdo çështje dhe çdo kauz që do ta prek me dorë, me mendim dhe me zë, besoj që do t'ja dalë në krye. Padyshim do t'jem në krah të artit, kulturës, çdo gruaj edhe çdo vajze me problemet edhe me kauzat dhe me shqetësimet e tyre, por kjo nuk do të thotë që Taulanta nuk do të jetë një zë i fortë për çdo qytetar, për çdo familje, për çdo të ri, sidomos se më së shumti marrëdhënia ime me të rinjt është një nga gjërat që më dhëmb më shumë kur shikoj studentë mi që vazhdimisht më thonë zysh unë dua të iki sepse këtu nuk rihet. Dhe kjo është ai motori, të gjitha së bashku këto janë ai motori që e bëjnë Taulantën që nga arti dhe nga kultura, me gjithë këtë lidhje të madhe që ka, të kaloj dhe të jap një kontribut tjetër në fushën e politikës. Mund themi që kandidimi për kyçje në politik erdhi si pasojë e nevojës? Erdhi si pasojë e domosdoshmërisë. Pra, ndonjëherë ka momente në jetë kur ti ke vetëm një zgjedhje, do me thënë të ecësh përpara. Dhe unë besoj që mbas 34 vitesh në Shqipëri, ka ardhur momenti që të këputet ai zinxhiri i gjatë i tranzicionit dhe këtë mund ta këpusin besoj vetëm njerëz të cilët kanë një integritet të fortë edhe kanë vendosmërinë e duhur për t'u përballur. Unë besoj shumë që kjo nuk bëhet nga gratë dhe politikanë, sidomos gratë e forta, nuk e bëjnë këtë luftë në emër të urrëties, por e bëjnë këtë betejë në emër të njerëzve që ju vinë pas. Dhe në këtë moment ka shumë njerëz që e mbështetën kandidimin tim, e kërkuan kandidimin tim, u përpoqën shumë të më bindin që është një sprovë dhe është një garë e vështirë që unë do duhet ta marr dhe ta përballoj, me shpresën që padyshim që pas 11 majit unë do të fitoj, do të kem shpërblyer besimin e tyre dhe padyshim do të kem marrë mbi supe përgjegjësinë për t'ju kthyer këtë besim me punë dhe me përkushtim në interes të qytetarëve. Në fakt, për të çrënjosur një sistem 34 vjeçar është shumë e vështirë. Si e definoni këtë gjendje në politikën shqiptare tani? Është e vështirë sepse në 34 vite ka shtresëza të forta, duke filluar që nga mungesa e shtetit të së drejtës, nga korrupsioni, nga mosbatimi i ligjit, nga pozicioni të barabartë përballë ligjit, nga bërja një politike që nuk shkon në interes të qytetarëve, por shkon në interes të pak njerëzve që janë të lidhur me qeveritë, dhe nuk them të janë të lidhura me një qeveri, po janë të lidhura me qeveritë në vite, pra shkojnë radhë nga njëri kryeministër te tjetri dhe duket sikur shteti është vendosur në dispozicion të pak njerëzve. Nuk është e thjeshtë, Sara. Të dalësh përballë këtyre njerëzve dhe të bësh këtë betejë aq më tepër një grua që, siç ta thash, garon në listë të hapur dhe është një nga garat më të vështira në sistemin tonë zgjedhor. Por unë besoj që ka një moment kur këto zgjedhje të vështira bëhen edhe fati yt politik. Dhe ne unë personalisht nuk i shmangem as përgjegjësisë dhe as këtij fati politik për të bërë atë që duhet. Jo vetëm si një garë personale, por si një mision që i shërben qytetarëve shqiptar, që i shërben jo vetëm të rinjve, që i shërben jo vetëm grave dhe vajzave, familjeve, po sidomos i shërben të ardhmes që ne duam të projektojmë. Dhe padyshim që kjo garë nuk është për ne. Nuk është për mua. Kjo garë, e thash edhe më parë, është për ata që vinë pas nesh. Është një betejë që brezi im do duhet ta bëjë me këtë klik 34 vjeçare të korruptuar për të mos i lënë fëmijëve tanë, të rinjve tanë, atyre që vinë pas nesh, një betejë që do duhet ta kishim bërë edhe një luftë që do duhet ta kishim fituar ne. Dhe ky ka qenë momenti që ka sjell këtë energji dhe këtë vendim të fortë për të garuar në këto zgjedhje. A e vështirëson më shumë misionin tuaj, sepse po flas për politikën shqiptare edhe këtu te ne, po besoj edhe atje duhet të jetë paravorësisht e njëjtë. Gjithmonë qytetarët ngelen në një përballje ose në një mungesë alternative. Gjithmonë ka një krah të djathtë edhe një të majtë. Ke prekur pikërisht thelbin
që vijon me arsyetimin pse unë kam garuar. Në fakt, duket sikur me ndryshimet e kodit zgjedhor që ndodhën në Shqipëri vitin e shkuar në 26 korrik, Rama dhe Berisha e mbyllën listat dhe u përpoqën të gjenin të gjitha mekanizmat për ta futur zgjedhësin, qytetarin shqiptar të zgjedh vetëm mes këtij kurthi, ose Ramën ose Berishën. Jo, pikërisht për këtë ne jemi aty. Gara ime, unë si kandidate për deputete që përfaqësoj koalicionin Euroatlantik, i them qytetarëve që ju nuk keni vetëm këto dy zgjedhje. Ju keni edhe koalicioni Euroatlantik që ka, të them të drejtën, ka një listë me njerëz që vijnë nga komunitetet profesionist, njerëz të lirë, njerëz pa korrupsion, dhe padyshim duke vendosur në këtë ekuacion emrin tim, unë i them qytetarëve që nuk doni Ramën, nuk doni Berishën, votoni ata që janë në listat hapura, sepse unë besoj që ka shumë qytetarë që nuk e shohin të ardhmen e tyre, me asnjërin nga këta grupime, as sepse po të them parti, do bëja një gabim, Sara. Edi Rama dhe Sali Berisha nuk përfaqësojnë më partitë e tyre. Ata i kanë rëmbyer partitë, qoftë njëri Partinë Socialiste, qoftë tjetri Partinë Demokratike. Ka plot socialistë ndershëm që unë i takoj për ditë dhe përpiqem të marr besimin dhe të them që unë ja u prek zhgënjimin, votoni për një alternativë tjetër. Ka po ashtu plot të djathtë, plot demokratë që menduan që Sali Berisha vërtet do ta bënte Partinë Demokratike, atë parti që duhet jetë një parti e djathtë dhe sot janë të zhgënjur. Dhe pikërisht prandaj jam në këto zgjedhje. Unë dhe të gjithë ata si unë që kanë të vërtetën të vetmen armë në dorë. Zgjidhni të ardhmen duke zgjedhur njerëz të pakorruptuar. Largohuni nga ky polarizim dhe zgjidhni alternativën që mendoni që është e drejta. Ju si pedagoge keni kontakt të përditshëm me të rinj dhe me studentët me cilët ju punoni dhe ballafaqoheni direkt me ikjen e të rinjve që e cekët dhe ju pak më parë. A është një ndër shtyllat kryesore misioni juaj për të rinjt? Një nga arsyet pse unë garoj në këto zgjedhje, dhe jo vetëm pse garoj në këto zgjedhje, po sepse e kam këtë angazhim të fortë politik, është pikërisht ndalja e largimit të rinjve, ndalja e shpopullimit, sepse është një plagë që nuk është vetëm në Shqipëri, unë besoj që është një dukuri, është një plagë që ka përfshirë të gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor. Dhe nuk është e rastësishme në fakt. Pikërisht një nga këto arsye është marrëdhënia me të rinj. Unë kur i shikoj të rinj që mbarojnë shkollën edhe diplomohen dhe kanë gjithmonë atë vështrimin e përhumbur me pyetjen pas a do t'ja dalë dot, çfarë do të bëj, ndihesh e pafuqishme që t'i japësh zgjidhje. Kështu që le ta themi hapur që ka qenë edhe një nga marrëdhëniet më të forta dhe një nga shtysat më të forta që unë vijoj në këtë garë dhe vijoj dhe në këtë kontribut politike dhe qytetar. A e ka ngulfatur politika hapësirën e të rinjve? Shiko, ka ardhur një moment që unë e kam thënë edhe në forumet ku ka mundësi të flas që politika ka bërë një gabim këto vite për mënyrën se si koncepton të rinj. Të rinjt nuk mund të jenë vetëm dekori që ne po merremi dhe me të rinjt. Të rinjt duhet të jenë vendimarrës aktiv me idetë e tyre, me mendjen e tyre të bukur për të ndryshuar Shqipërinë. E thash edhe më parë, kur flas për këtë, Shqipëria e 20 viteve të ardhshëm nuk do të jetë më Shqipëria ime, do të jetë Shqipëria e tyre. Do të jetë Shqipëria e tyre që janë sot 18, 20 vjeç, do të jenë ata që do ta drejtojnë. Kështu që nëse duam të projektojmë një brez të ardhshëm, qoftë ekspertësh, qoftë politikanësh, qoftë mjekësh, doktorësh, pra ekspertësh në çdo fushë të caktuar, ne do duhet t'i përfshijmë ata me mendimet edhe me mendjen e tyre në vendimarrje. Padyshim që udhëheqësia dhe ky bashkëpunim duhet jetë në raporte të drejta për t'i bërë ata të ndihen pjesë, por dhe për t'i treguar që ajo trashëgimi e vyer që vjen nga eksperienca, bashkuar me kreativitetin dhe mendjen e të rinjve, mund të bëjë që Shqipëria të dalë nga ky laku dhe nga ky qarku i mbyllur prej 34 vitesh. Është e vërtetë që partitë politike sot i përdorin si dekor të rinjt dhe unë duar ta theksoj edhe një herë që në listën e koalicionit që unë përfaqësoj, koalicionit Euroatlantik, kemi një moshë mesatare të konsiderueshme, kemi plot student, vajza dhe të rinj, të cilët garojnë në listat hapura. Kështu që çdo shtresë e shoqërisë,
çdo iri apo çdo e re, çdo burr apo çdo grua, çdo intelektual apo çdo ekspert, çdo qytetar, çdo fshatar, cili do prej fashës e qytetarëve gjen përfaqësuesin e tij në listat e koalicionit. Prandaj unë i ftoj dhe i kam ftuar vazhdimisht të rinj që takoj të votojnë për listën e koalicionit Euroatlantik, sepse aty gjejnë përfaqësuesit e tyre më të mirë. Sa është e theksuar mungesa e grave në pozita vendimarrëse dhe si pasojë çfarë ka ardhur deri në këtë pikë që ka mungesë të theksuar, po besoj, në gratë të cilët udhëheqin në një sektor të caktuar? Shiko, statistikat janë të ndryshme, dhe nëse i referohesh statistikave është një anë, por nëse i referohesh realitetit tjetër, është një anë tjetër. Patyshim që Shqipëria sot ka një numër të konsiderueshëm ministresh dhe kryeministri e thot vazhdimisht këtë që ne jemi qeveria me më shumë ministra zonja. Ajo që unë dua të theksoj edhe që dua ta ndaj sot me ty është që unë besoj që padyshim që edhe për shkak të mentalitetit gratë shikohen me një lloj skepticizmi, qoftë në drejtim, qoftë në politik, por unë besoj që politika sidomos, ose drejtimi, ose çdo gjë që një njeri bën, nuk bëhet se je grua apo se je burr, varet nga individi dhe varet nga aftësitë edhe nga përgatitja personale. Sigurisht që duke pas parasysh shoqëritë nga ne vim, që janë shoqëri patriarkale, unë do të loboj fort dhe do të luftoj fort që të them me zë lart që ka ardhur momenti që gratë dhe vajzat nuk kanë pse të përfaqësohen me ligje diskriminuese siç është kuota 30% në kuvendin e Shqipërisë. Ne jemi gjysma e popullsisë, jam e bindur edhe këtu, jam e bindur edhe në Kosovë. Gjysma e popullsisë nuk ka pse të përfaqësohet me kuotë 30%. Por unë mendoj që ajo që duhet punojmë më shumë është që niveli i përfaqësimit të grave dhe të vajzave duhet jetë ai nivel që i shërben jo kuotës, po përfaqësimit. Pra dal përsëris tek ajo se unë duke qenë si e djathtë besoj te vlerat e individit pavarësisht se jam një mbështetëse e jashtëzakonshme e grave dhe vajzave, por unë besoj që edhe politika, edhe të drejtuarit bëhen me vizion, bëhen domethënë nuk varen nga gjinia, varet nga karakteri, vizioni, forca, integriteti dhe forca për të përballur dhe për t'ia dalë në fund të një sfide të vështirë. Do doja të ndaleshim pak tek një temë të cilën e kam prekur edhe tek emisionet paraprake. Bashkëpunimi ose lidhja e shqiptarëve të Shqipërisë dhe shqiptarëve të Maqedonisë. Shpeshherë në art ka bashkëpunime në mes teatrove, por edhe juve si artiste keni bashkëpunuar me regjisor apo edhe vepra të tjera artistike me shqiptarët e Maqedonisë. Do e përmend këtu filmin e Kushtrim Bekteshit, e cila titulloheshte Pranvera pa harruar në fshatin e harruar, duhet këtë qenë rreth vitit 2016, mos gaboj. Por ka qenë një lidhje e bukur në mes tre trevave shqipfolëse. Përveç kësaj, në sferën e artit, dua të di politika sa ka bërë për shqiptarët këndej dhe andej kufirit. Unë besoj që më së pari, përpara se të flasim se çfarë ka bërë politika, ne duhet kuptojmë që në rajonin e Ballkanit, faktori shqipfolës duhet të marrë rolin që i takon. Edhe si mund ta marrë këtë rol? Kanë shumë dimensione që mund ta luajë këtë rol. Së pari unë besoj që gjuha shqipe është indi që na lidh. Kudo janë shqiptarët, na lidh gjuha shqipe. Ajo që duhet bëjmë, dhe sigurisht kjo vjen edhe duke patur parasysh që Shqipëria është ajo që duket sikur i tërheq, po themi qoftë shqiptarët e Maqedonisë edhe shqiptarët e Kosovës, pra duhet të luajë këtë rol të leadershipit. A e ka luajtur Shqipëria, sidomos në 12 vitet e fundit, këtë rol të leadershipit për ta bërë bashkë faktorin shqiptar, apo e ka përdorur si një propagandë sa ai është dashur për të luajtur, po themi, faktorin që janë po bëjmë për çështjen kombëtare, po e rrisim atë identitetin ton kombëtar. Kështu ngelet për të diskutuar dhe unë besoj që politika mund të luajë një rol të jashtëzakonshëm për t'i dhënë shqiptarëve dhe të gjithë faktorit shqipfolës në rajonin e Ballkanit rolin që i takon. Mund të bëhen shumë, mund të bëhen programe pafund, mund të bëhen projekte pafund, duke filluar nga një qendër arti dhe kulture e përbashkët për të gjithë rajonin shqipfolës.
unë madje në 2021 kur kam bërë programin aso kohë politik, kam parashikuar një qendër kombëtare të artit e cila do të përfshinte projekte që përfshinin dhe artistët e shqiptarët nga Maqedonia e Veriut dhe artistët e Kosovës. Pra unë besoj që përtej se politika nuk e ka luajtur rolin e duhur, arti, kultura dhe gjuha vet i ka zhbër kufit që ekzistojnë ndërmjet nesh. Dhe prandaj ngulmoj fort që atë që nuk e bën dot politika, arti, kultura dhe gjuha shqipe ja kanë dalë ta bëjnë më smiri, padyshim që do vazhdojnë ta bëjnë më smiri. Zonja Taulanda, e di që gjithmonë kur flisni qoftë për të rinj, qoftë për artin, qoftë për edukimin e të rinjve, gjithçka mundoni ta bëni në mënyrë shumë të ndershme. Cilat janë ato gjëra tani në kyçe në kandidimin për politikë, të cilët nuk do të bëni kompromis dhe do të vazhdoni shumë fort t'i mbani ato vlera? Përgjithësi unë jam natyre pa kompromis. Domethënë i qëndroj shumë besnike gjërave që unë besoj. Duke u referuar pyetjes tuaj që ka lidhje me politikën, një nga gjërat që unë nuk do të bëj kur kompromis sepse kjo është arsyeja për cilën unë jam në këtë garë është interesi publik. Unë nuk do të bëj kur asnjë akt që dëmton interesin publik, sepse unë do të jem në kuvendin e Shqipërisë si një zgjedhje e qytetarëve dhe mandati im do të jetë i bërë vot nga votat e qytetarëve. Besimi i tyre do të jetë një gjë që unë nuk do ta tradhtoj kurrë. Padyshim që kjo përkthehet në disa akte, cilat mund të jenë aktet që unë mund t'i përmend këtu sot, do të jem gjithmonë krah zhvillimit të reformës së drejtësisë, krah organeve të reja të drejtësisë për të ndërtuar shtetin e së drejtës, sepse unë besoj që vetëm me ndërtimin e shtetit të së drejtës mund të fillojmë të krijojmë një Shqipëri me një demokraci funksionale, ku njerëzit janë të barabartë, ku njerëzit përballen me ligjin kushdo që të jetë, duke vijuar përtej asaj që sot në sferën politike të Shqipërisë njihet si vetingu në politikë, padyshim heqja e imunitetit të deputetëve, pra të gjithë të jenë të barabartë përpara ligjit. Këto janë disa nga gjërat që janë politikisht të forta dhe nuk do të nguroj të mbroj fort në kuvendin e Shqipërisë, sepse janë mirëfilli në interes të 70% të shqiptarëve që kërkojnë sot vijimin e reformës së drejtësisë dhe mbështesin SPAK-un si një nga organet më të forta që po tregon se pa ndëshkueshmërisë i ka ardhur fundi. Përtej kësaj, padyshim që ka çështje të tjera të cilat do të jenë themeli i punës time në kuvendin e Shqipërisë dhe nuk do të njohin kompromis. Çdo gjë që shkon për arsimin, për të rinjt, për gratë dhe për vajzat, janë politikat e cilat unë do t'i mbështes fort, duke shtuar edhe programit të koalicionit Euroatlantik edhe pikat ose propozimet të mia personale në raport me zhvillimin edhe me gjendjen ekonomike, mirëqenien ekonomike të grave dhe vajzave. Kështu që unë besoj që duke njohur veten jam në një moshë të konsiderueshme, ja u them të gjithë miqve, shokëve, qytetarëve që takoj, kam hyrë në politikë për të ndryshuar politikën dhe jo që politika të më ndryshojë mua. Do të jetë e pamundur që politika të më ndryshojë mua. Energjia që do të lëviz, po themi gjithë aktivitetin tim do të jetë vetëm interesi publik. Asnjë kompromis mbi interesin publik. Do të thënë ju besoni në një politikë të ndershme? Absolutisht, politika e ndershme bëhet nga njerëz të ndershëm. Shqiptarët mund ta ndryshojnë Shqipërinë me votë, me fuqinë e votës së tyre, duke zgjedhur politikanë të pakorruptuar. Është shumë e thjeshtë. Do thuash ti pse nuk e bëjnë deri tani, sepse pas 12 vitesh në pushtet, unë nuk dua ta bëj shumë politik këtë emision, por pas 12 vitesh në pushtet, ne kemi një kryeministër i cili ka vendosur në shërbim të pushtetit të tij çdo aset shtetëror. Partia e tij është bërë njëshme shtetin, ose ajo që përfaqëson Edi Ramën është bërë njëshme shtetin duke vendosur shtetin në funksion të tij dhe në funksion të botës së krimit nga e cila merr mbështetje. Ndoshta jemi pak larg Shqipërisë dhe ju nuk i merrni të gjitha informacionet, por ne para pak javësh kemi përjetuar një nga ngjarjet më të rënda, një arrestim nga SPAK-u ku një deputet i dal në përgjime është vendosur në listën e Durrësit, pikërisht nga bandat edhe nga përfaqësues të botës së krimit. Kështu që për ta lidhur me atë që thash më parë, shqiptarët në 11 maj kanë fuqinë me votën e tyre ta ndryshojnë këtë realitet. Integriteti i parlamentit të ardhshëm varet nga integriteti i votës së çdo qytetari.
Doja të kthehesha pak tek të rinjt, sepse kjo ishte edhe temë diskutimi e cila u prek shumë herë në këtë bashkëbisedë. Cila është këshilla ose ajo mesazhi që u jepni gjithmonë të rinjve? Janë të shumta në fakt, por ajo që unë kam kështu si lajmotivin tim është sa do e vështirë të duket një sfidë, sidomos se arti është i vështirë, nuk është i thjeshtë, është vetëm puna, pasioni dhe përkushtimi me të cilin e bëni teatrin edhe artin në përgjithësi, ajo që ju garanton suksesin. Puna me të rinjt e kam mbajtur më gjallë ose e ka rritur më shumë dashurinë e teatrit dhe artit ndaj jush? Shiko, të jesh me të rinjt edhe të bësh art edhe sidomos teatr me ta, në fakt është një përmbushje shumë e madhe. Sigurisht është edhe një zgjedhje ime për t'ju kushtuar më shumë anës akademike, po këtu ka të bëjë edhe marrëdhënia me të rinjt. Unë prej natyre jam një natyrë përgjegjshme dhe e vlerësoj çdo student që nuk është e vështirë sot, nuk është e thjeshtë sot, është një gjë e vështirë të zgjedhësh të studiosh për arte. Kështu që unë e vlerësoj çdo zgjedhje të atyre të rinjve që vinë dhe studiojnë në Universitetin e Arteve dhe përpiqem që në këtë marrëdhënie të vendos edhe të investoj të gjithë eksperiencën time, të gjithë njohurinë time, të gjithë ekspertizën time dhe padyshim të vendos në këtë edhe shumë atë anën time njerëzore, sepse unë besoj që artistët kanë një lloj komunikimi më hyjnor mes njëri tjetrit se sa thjesht një marrëdhënie pedagog-student. Kështu që ajo është një marrëdhënie që unë besoj që më përmbush shumë dhe unë besoj që kam lënë një gjurmë të rëndësishme në breza të tërë artistësh që le të themi kam qenë një nga faktorët që i ka formësuar në individualitetin e tyre krijues. Unë kam shumë kënaqësi kur vjen për shembull një moment i 7 marsit, kur marr mesazhe pafund, sidomos nga studentë që kanë mbaruar shkollën. Dhe të ruash këtë lloj marrëdhënie me studentët që ikin dhe që mund të kthehen si kolegët e tu, në fakt është shumë e rëndësishme se ti kupton çfarë ke shënuar në jetën e tyre, çfarë ke lënë gjurmë në jetën e tyre. Dhe unë jam krenare për këtë gjurmë. Unë jam shumë krenare për gjurmën që unë lë tek studentët e mi dhe tek brezat e rinj të artistëve. Më qellon për shembull që kur shkoj në studia të ndryshme televizive dëgjoj nga paneli i regjisë, sepse kjo puna e politikës na ka bërë që të jemi shumë të pranishëm në studiot e debatit. Zysha janë filani sepse ti nuk e shikon dhe ti kënaqesh që ndjeshesh përblyer në këtë marrëdhënie që ke investuar tek ata. Ti investon sepse është puna jote, po varet se si e bën këtë punë. Dhe unë përpiqem që tek marrëdhënia me studentët të jem jo vetëm pedagogja, jo vetëm profesoresha, po sidomos të jetë ai njeriu që shënon rrugtimin e tyre në jetë, ashtu siç kanë qenë pedagogët e mi për mua, duke filluar nga Xhevdet Feri, Milto Kutali, Vangjush Fuxhi e plot të tjerë të cilët kanë shënuar një rrugtim që kanë zgjedhur ata para meje se çfarë mund të isha unë, kanë parë ata dritën tek unë përpara se unë ta dija përse isha më e mirë ose përse isha më e vlefshme. A është në nivel interesimi i të rinjve për të vazhduar artin dhe a ka ndodhur shpeshherë që ju t'i motivoni të rinjt për të zgjedhur rrugën profesionale artistike? Shiko, ne duhet ta pranojmë që arti dhe kultura e ka një lloj vështirësie. Të gjitha degët e Universitetit të Arteve janë futur, le të themi, për shkak të reformës së arsimit të lartë që u implementua përpara disa vitesh, u fut në një lloj ngërçi Universiteti i Arteve. Por ajo që duhet diskutojmë sot është se si mund ta bëjmë atraktiv tregun e artit edhe të kulturës për t'i thënë të rinjve që mund ta vazhdoni këtë shkollë sepse ju do të keni nesër mundësi komunikimi me tregun e punës. Hallkat e munguara në fakt ndërmjet universitetit dhe tregut të punës janë ato që do duhet kërkojnë vëmendjen më të rëndësishme në politikat dhe në vullnetin politik për ta ndryshuar skenën e artit edhe të kulturës. Nëse do duam që të krijojmë një brez artistësh, sepse më lejo të kujtoj këtu që përpara disa ditësh ne humbëm një nga artistet më të mëdhaja shqiptare, siç është Margarita Xhepa dhe sa herë humbim një njerëz të përmasave të tilla, një zonjë, jo vetëm aktore e madhe, po një njerëz i madh, pyetja që mbetet më pas është, a do kemi njerëz të tillë të mëdhenj me këtë dhunti dhe me këtë talent më vonë? Talentet duhen ushqyer. Talentet duhen ushqyer, jo vetëm me po themi punën e pedagogëve, por duhet ushqyer me vizionin edhe me vullnetin politik për ta bërë artin dhe kulturën atraktive për të rinjt që duan ta ndjekin. Kështu që ajo që thash më parë
që për t'i bërë studentët të vinë në Universitetin e Arteve, të studiojnë degët e tyre të preferuara, apo për cilat kanë pasion, apo për cilat kanë talent, unë besoj që detyra e politikës është të krijojë sa më mirë atë urën e kalimit nga shkolla për në tregun e punës. Dhe padyshim që po të ketë vullnet, të gjitha zgjidhen. A ka ndodhur shpesh herë që të jeni pjesë e ndonjë vepre artistike të ndonjë regjisori të ri vetëm për t'i mbështetur? Ka qëlluar në disa raste, jo vetëm në një rast, mund të përmend një film që ka qenë një film diplome, dhe aty kam një eksperiencë shumë interesante në fakt. Eros Çaushi, më duket, djali i miku tim, Kastriot Çaushi, më fton zysh të lutem, tha do vish të luash tek filmi im se un kam shumë qejf që të kem, dhe aty ishim një grup kolegësh që luajtëm tek filmi i diplomës, po padyshim ka dhe raste të tjera, po kjo ka qenë si një nga punët më interesante që po e kemi bërë me shumë pasion për t'i dhënë një regjizori të ri mundësinë për të luajtur dhe për të bërë filmin e tij me, po të themi, me aktor të mirë edhe me aktor që i përshtateshin edhe skenari që ai kishte ndërtuar. Sa bukur. A ju ka ngelur peng të bashkëpunoni me ndonjë regjisor ose të krijoni ndonjë vepër artistike të cilën e keni në mendje për ta bërë më tej? Po, unë përgjithsisht nuk është se kam pengje në jetë, sepse në realitetin artistik në Shqipëri, mes miqsh dhe mes shokësh, ti ke gjërat më të prekshme, ajo që nuk kam realizuar ende, për shembull që e mbaj kështu si një, le të themi si një ëndër në sirtar, është të luaja rolin e Lady Macbeth, sepse është një rol që është totalisht jashtë natyrës time dhe e quaj një sfidë personale, po kohë kemi bollë përpara, do ta realizojmë në një moment kur do të jetë i përshtatshëm edhe në lidhje me angazhimet që mund të vinë. Shpresoj që do të arrini të realizoni së shpejti. Cili regjisor ju pëlqen më shumë në mënyrën se si trajton ose zgjedh temat të cilët lidhen me realitetin shoqëror? Unë besoj që një nga regjisorët që i ka folur shumë, po themi, realitetit është Miku Kiçolondo. Në çdo vepër që ai vendos, në çdo mesazh që ai kërkon t'jap, motorin e energjisë që me cilin ai ndërton veprën, besoj që e merr dhe impaktohet nga ajo që ndodh në shoqërinë shqiptare. Kështu që është një regjisor edhe mik të cilin unë do ta veçoja nga emrat e regjisurës shqiptare. A është arti një profesion që ta bën botën më të bukur dhe jetën më të bukur? Padyshim që po. E di pse? Sepse vërtet mund të flasim sa shumë mund të flasim për gjërat që mungojnë në art. Por ne nuk duhet harrojmë kur shpërblimin më të madh që t'jep arti, e sidomos arti teatror, që është duartrokitja, buzëqeshja, admirimi, vështrimi i spektatorit. Më lejo të kujtoj këtu në lidhje me monodramën Malkoniu, nuk e harroj, ajo është një vepër që zgjati rreth 1 orë 25 minuta, 1 orë 5 minuta diçka e tillë, dhe më kujtohet që kanë zgjatur 25 minuta vetëm duartrokitjet dhe lotët e spektatorëve, se le të themi që është një pjesë që prek shumë. Dhe nuk ka shpërblim më të madh për një artist se marrëdhënia me spektatorin. Marrëdhënia me atë njeriun që është aty dhe ulet të dëgjon atë magjinë që ti bën, dhe është një magji e dyhanshme. Ti interpreton, ai përjeton. Dhe kjo lidhje organike ndërmjet artistit dhe spektatorit është një gjë që nuk ka çmim, është një gjë që nuk e blen dot, dhe është një gjë që kur e ke dashurinë e tyre e ke, dhe kur nuk e ke nuk e fiton dot. Sa e bukur. Mendoj që këtë e përjetojnë vetëm artistët, dhe është shumë e mirë në fakt, sepse ndërlidhja politike dhe ndërlidhja artistike mendoj që bën një person të kompletuar. Paktën nga ky prizëm që shohun. Unë besoj që janë dy dimensione të ndryshme në fakt, sepse vetë politika të bën të vendos në disa situata që ti duhet marrësh disa vendime të forta, ndërsa arti dhe kultura të bën të kesh një lloj qasje tjetër. Por padyshim ato bëhen bashkë në mënyrën se si ti i bën punët. Pra, nëse unë jam njësoj kur bëj qoftë politikën, qoftë artin, jam një njeri fort, një njeri përkushtuar, një njeri që e bëj punën me pasion, qoftë artin, qoftë politikën, qoftë të dhënit e mësimit edhe procesin akademik. Kështu që besoj që ajo që i bashkon këto pavarësisht dimensioneve të ndryshme ku këto zhvillohen, është mënyra se si ti i bën. Edhe fakti që të dyja kontribuojnë për shoqërinë.
për popullin. Pa dyshim që po, për një shoqëri më, sidomos arti dhe kultura ndikojnë shumë për një shoqëri më gjithëpërfshirëse, më të butë, e thash edhe në fillim që përmes artit dhe kulturës ne e njohim më mirë njëri tjetrin edhe e bëjmë më të pranueshëm edhe mendimin e tjetrit, dhe mendimin ndryshe, i paqtojmë, le të themi ato gjakrat në thojza në shoqëri, të cilat janë shoqëri nuk mund ta fshej, një shoqëri pak të dhunshme, shoqërit edhe për shkak të karakterit, edhe për shkak të historisë nga ne vim. Pra, sa më shumë arte dhe kulturë, sa më shumë teatr, sa më shumë muzikë, sa më shumë ekspozita të edukohen brezat që vinë, aq më shumë kontribojnë në një shoqëri më të qetë, më gjithëpërfshirëse, edhe më që i shërben, le të themi, një kohezioni social. Po tentoj shumë të ikë bisedës politike, por kjo do të prapa ty do vish. Veç teatri është vendi që ju e dashuroni dhe është profesioni juaj që e njihni shumë mirë. Mos më thuaj që ke parë në një video ditët e fundit. Mos më thuaj. Nuk na ikë gjë. Por pyetja ime do të ishte sa politikanët janë aktorë të mirë? Pyetje shumë interesante. Shiko, ti je aktor i mirë, dallon shumë nga ti je hipokrit i mirë. Aktorët janë të vërtet. Politikanët janë hipokrit në kuptimin sepse për ata, se jo të gjithë, nuk mund të fusim të gjithë në këtë, po themi në këtë përcaktim, por dallojnë për një herë ata që përpiqen të aktrojnë, por në fakt pas atij aktrimi nuk qëndron interesi as pas atyre fjalimeve bombastike me shenja, me aktrim të madh edhe me xheste, edhe me zë të ngritur e me citate të kapur aty këtu, nuk qëndron interesi publik, por qëndrojnë ca interesa okulte të cilat nuk i shërbejnë qytetarëve shqiptar. Kështu që po, sot ka boll aktor të këqij politikan, të cilët nuk i shërbejnë qytetarit dhe nuk janë fare aktor të mirë. Po me ju nuk do e kenë të lehtë se jeni profesioniste e fushës. Sa i përket videove kemi parë gjithçka. Për këtë pak po e sigurt. Janë shqetësuar shumë edhe na kanë përmendur me emër, na kanë uruar për guximin, pse keni kaq guxim, po tani ti e shikon pse un kam guxim, se un jam një njeri thjesht, i pakorruptuar, i ndershëm. S'ka arsye përse të ketë frikë, mos ketë guxim një njeri që ka këto veti. Një njeri që në themel të punës së tij apo të qëllimit të tij për të marrë me politikë dhe për të bërë politikë të ndershme për njerëzit, ka interesin publik dhe jo interesat e 3-4 njerëzve me të cilët bashkëpunon edhe ndan, po themi, ndan aferat të cilat nuk i shërbejnë publikut edhe nuk i shërbejnë interesit të qytetarëve. Pajtojmë plotësisht, ndershmëria është një vlerë e shtuar për çdo kënd që e mbart. Zonja Taulanda, do doja t'ju njoh edhe pak më shumë personalisht. Sa jeni ju empatike? Unë jam përgjithsisht një njeri që jam i ndjeshëm, nuk e fshem dot. Sidomos kjo periudha që unë kam takuar njerëz, më ka bërë të kuptoj edhe më shumë, jo se nuk e kam ditur, se sa e rëndësishëm është kjo garë për njerëz si unë që duan të shërbejnë qytetarëve, takoj çdo ditë njerëz të cilët ndihem keq se nuk i ndihmoj dot. Bëhem keq se nuk u jap dot zgjidhje problemeve të tyre. Jo më larg se dje kam takuar një grua të cilës do më lejosh të mos ja përmend emrin. Patjetër. Ajo kishte humbur bashkëshortin e saj në një aksident në punë dhe tashmë jetonte e vetme, nuk kishte një banesë, shteti nuk i jepte një banesë, jetonte e vetme në kushte mjerimi. Jetonte e vetme në një kasolle të sajuar ashtu me qese, me kallama, me ca copra të vjetra së bashku me 2 fëmijët e saj të mitur, dhe mua më vjen keq që nuk e ndihmoj dot. Kështu që ndjeshmëria në politikë është po aq e rëndësishme sa edhe vetë integriteti i njeriu që merret me politikë. Nëse ne nuk e shohim në dritën e syrit atë qytetarin që vuan, atë qytetarin që ka nevojë, atë qytetarin që pret zgjidhje nga ne, kot që jemi në një garë dhe kot që jemi në politikë. Padyshim, kjo nuk është të jesh i ndjeshëm, nuk është vetëm çështje e politikës. Të jesh i ndjeshëm është ajo që e bën një njeri, po themi njeri, se ne nuk mund të jemi të pandjeshëm kur shohim dukuri që na shqetësojmë. Por po, Taulanda është një njeri i ndjeshëm që me shumë forcë përpiqet ta ndryshojë këtë realitet edhe
nuk e di nëse mjafton vetëm forca, nuk e di nëse mjafton vetëm fjala, nuk e di nëse mjafton vetëm ajo keqardhja ose ndjeshmëria. Unë besoj që ka ardhur momenti që të gjitha këto të bëhen bashkë në një realitet tjetër, siç është Kuvendi i Shqipërisë, për ta dhënë kontributin time për të ndikuar sa më shumë për ta ndryshuar këtë realitet. Të shpresoj. A jeni ju shumë mirënjohëse? A thoni shumë shpesh faleminderit? Pafund. Jam falenderuese ndaj njerëzve që kam në krah çdo ditë dhe mbështesin Taulantën si njeri, Taulantën si kandidate për deputete, Taulantën si profesoresh, Taulantën si mike. Rrugës madje kur po vija këtu kemi bërë edhe diçka shumë të bukur me stafin tim, u futëm edhe lexuam të gjithë ato mesazhet që unë kam marrë këto ditë dhe jam impresionuar dhe jam falenderuese pafund për të gjitha ato mesazhe pozitive dhe mesazhet mbështetëse nga njerëzit që lexojnë shkrimet e mia, dëgjojnë vizionin tim, shohin videot me të cilat unë komunikoj në rrjetet sociale dhe padyshim jo vetëm në këtë moment, por unë si një njeri në përgjithësi jam një njeri falenderues sepse në fund të ditës, ajo që mbetet nga njeriu kur plotson atë harkun tënd të jetës është ajo fjala që na vjen si këshill që duhet sa shumë për të thënë mirë dhe sa pak për të thënë keq. Sa bukur e that. Kujt do t'i thoni më fal dhe pse? Do t'i kisha thënë mamas time në fakt, e cila nuk jeton më. Arsyeja, nuk e di pse e kam një lloj ndjenje faji të gjithmonshme ndaj nënës, ka ikur në një moment shumë të vështirë që unë kam qenë shumë e ngarkuar me punë dhe kur ndodhi, unë nuk isha aty. Nuk qëllova në atë moment, edhe ky ka qenë një moment që më ka bërë shumë të ndjeshme në raport me, po themi, marrëdhënien dhe ikjen e nënës time. Ajo ka qenë gjithmonë një udhërrëfyese shumë e mirë për mua dhe me të së bashku ruaj kujtimet më të jashtëzakonshme dhe padyshim një këshill të vlefshme që sidomos në këto ditë të energjike të forta që unë po kaloj, më qëndron si një mendim edhe si një këmban këtu vazhdimisht e dëgjoj që lufto për ëndrat e tua sa do të vështira të jenë ato për të mbërritur. Kush ka ndikuar në formësimin tuaj për qenë kaq e guximshme? Po, janë disa faktorë në fakt, prindrit sidomos, këshilla që sapo të thash, mësuesit, kam thash që në fillore unë kam pasur fatin të jem me mësues që e kanë dalluar atë shkëndijën në sytë e Taulantës dhe nuk kam pasur frikë ta thonë që kjo vajzë do të bëhet diçka në jetë. I thoshim prindërve gjithmonë që kujdesuni shumë, bëheni të lexoj, bëheni të bëj shumë aktivitete sepse Taulantës i pëlqen të merret me art. Më kujtohet zysha ime fillore, Karmelina, të cilën shpeshherë kemi komunikime dhe shpeshherë takojmë kur kemi mundësi. Prindrit, pra padyshim, mësuesit, njerëzit që ne zgjedhim të kemi në krah, bashkëshortje, më së fundi fëmijët e mi të cilët shohin tek unë njeriu tek i cili mund mbështeten dhe ata janë siç mbështeten tek unë edhe tek Taulanta, nën gjej dhe unë mbështetjen tek ata të dy, kështu që janë të shumtë ata që kanë ndikuar edhe ndikojnë në forcën time. Miqt, kolegët, padyshim është një moment që ka energjizuar rreth meje një energji shumë të madhe me besimin që po, Taulanta është një njeri i vlefshëm për ta besuar edhe për ta bërë këtë punë që ka marrë përsipër. Më shijon shumë bashkëbiseda jonë, por jemi nga minutat e fundit të programit, kështu që do doja të leje një mesazh ose një kujtim për gjithë ata të cilët po na ndjekin, ta përmbyllje me një diçka që ti don t'ja përcjellësh dikujt. Padyshim që është një kënaqësi t'ju drejtohem përmes televizionit tuaj të gjithë shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut, por padyshim edhe për te un kam vetëm një mesazh të madh. Një komb nuk varet nga hapësira e tij gjeografike, por varet nga shpirti, nga mendja dhe nga përmasa e tij kombëtare. Kështu që shqiptarët kudo që ndodhen në Republikën e Maqedonisë së Veriut, në Kosovë apo në Shqipëri, duhet ta ndjejnë që janë një komb dhe duhet të sillen si një komb në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Sonja Taulanta, faleminderit shumë jashtëzakonisht që ishit pjesë e programit. Faleminderit juve Sara për këtë intervistë fantastike dhe për këtë çlodhje se mes fushatës për mua ka qenë një çlodhje. Shumë privilegj për ne që ishit këtu sonte. Faleminderit shumë. Faleminderit juve.
Të nderuar shikues, ne do ta përmbyllim këtu bashkë bisedë për të lënë takim në të premten e ardhshme. Deri atëherë, mirëmbëngjes.